Zakonisht adoleshenca, tash adoleshenca është kthy pak më herët se sa na kur kemi qenë Sa më adoleshentë. herët? Po diku 2 vjet më herët, nëse në 14-15 vjet unë ka qenë koha adoleshencës në moshën time, tash është 12-13 vjet. 12-13 Qikat shkon 11 vjet, 12 vjet, kjo varet prej ciklit. Që aty e marrim gjoja fillimin e adoleshencës. A do thotë që 12 vjeçarët sot në vendin ton kanë shenjuar për që të jenë përdorëse të drogës? Adoleshent, adoleshencë thashë turbullohet pak sistemi i perceptimit të gjërave dhe shihet më ndryshe për shkak se është në nivel i hormoneve që fillon me reagu tek individi. Ato e shohim edhe fizikisht, qoftë të femrat, qoftë meshkujt, të zërit, të pamja, të shumë gjëra, thotë që e shohim që veç ka filluar adoleshenca dhe këta individ. Dhe kur fillon ata krijojnë një farë forme të pavarësisë, edhe kur krijohet ajo forma pavarësisë, me qujmë ma shumë, gjithmonë e thash në fillim, në sjellje se sa pavarësi intelektuale, dhe në atë kuptim ata mund të jenë edhe viktime e drogës, si pasojë që tha safeti e kurreshtjes që e kanë.